Falë kontributeve financiare të anëtarëve të diasporës hasiane në Mbretërinë e Bashkuar, janë blerë dhe dorëzuar autoriteteve lokale në Has 25 pajisje për personat me aftësi të udhëzuar. Konkretisht janë dhuruar 19 karroca elektrike, 2 krevate mjekësore dhe 4 motor elektrik. Ky projekt u bë i mundur falë grumbullimit të fondeve nga diaspora hasiane gjatë eventit të mbajtur në Londër me 30 nëntor 2025. Gjithashtu, bordi drejtues i diasporës hasiane ka sponsorizuar me 4.500 euro uniforma dhe mjete sportive për ekipet e futbollit të grupeve moshave U11 dhe U13 të klubit të Pashtriku në Has. Dorëzimi i pajisjeve është kryer pranë autoritetet të Bashkisë së Hasit, të cilat do të menaxhojnë shpërndarjen e tyre sipas rregullave në fuqi në mbikëqyrjen e drejtorisë së shërbimit për personat me aftësi ndryshe. Në ceremoninë e dorëzimit morën pjesë përfaqësues të diasporës hasiane si dhe drejtues të Bashkisë së Has. Pajisjet, të cilat janë etike për përmirësimin e cilësisë së jetës, ju shpërndan personave në nevojë, bazuar në listën e përgatitur nga Komisioni Mjekësor për vlerësimin e aftësive. Kjo iniciativë mbetet një shembull domethënës i solidaritetit dhe i lidhjes së fortë mes diasporës hasiane dhe vendlindjes.